Me rastin e 113 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Korç, u zhvillua ceremonia solemne e nderimit të flamurit. Aktiviteti u shoqërua me fjalën përshëndetëse të zëvendës drejtorit për rendin dhe sigurinë publike, drejtues Lorenz Sheu, i cili ka përcjell fjalën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, duke vlerësuar rolin dhe kontributin e strukturave të policisë në garantimin e rendit dhe sigurisë për qytetarët. Në 113 vjetorin e krijimit të Policisë së Shtetit, shpreh mirënjohjen më të thellë për gjithë punonjësit e policisë për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdi dëshmorëve të dheut, nderimi i përjetshëm për dëshmorët e Policisë së Shtetit që dhanë jetën në krye të detyrës, duke lënë pasi trashëgimi, guximi, devotshmërie dhe besnikërie ndaj adheut dhe qytetarëve. Sakrificat e tyre mbeten udhërfyes për çdo punonjës të Policisë së Shtetit. Mirënjohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Falënderim qytetarëve për besimin dhe bashkëpunimin me Policinë e Shtetit, e cila vijon rrugën e transformimit, profesionalizmit dhe shërbimit me integritet ndaj vendit dhe shoqërisë. Falenderoj mediat për rolin e tyre të rëndësishëm në informimin e publikut dhe në pasqyrimin e punës së Policisë së Shtetit. Gjatë ceremonisë u shpërndan certifikata vlerësimi për disa punonjës policie, të cilët janë dalluar për përkushtimin dhe profesionalizmin në kryerjen e detyrës. Certifikata u akorduan për nënkomisar Jurgen Nuke, specialist në sektorin për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Korç, inspektor Qazim Hyka, ndihmës specialist në sektorin për hetimin e krimeve në volum pranë Komisariatit të Policisë Pogradec, si dhe për nënkomisar Mariglen Koro, shef i stacionit të Policisë Kufitare Kapshtic.